shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Mbarimi i luftës në Kosovë pasoi me vendosjen e vendit në administrim ndërkombëtar. Për më shumë se 10 vjet me radhë, pushteti gjyqësor në Kosovë u dominua nga ndërkombëtarët, gjithsesi nga misioni OKB-s, UNMIK dhe misioni BE-s në mbisundim të ligjit EULEX. Me gjithpraninë e misioneve ndërkombëtare të dominuara nga zyrtarë europian dhe amerikan, për më se 10 vjet raportet ndërkombëtare kanë konstatuar vetëm rritje të korrupsionit, krimit të organizuar dhe përfshirje të politikës në krim. Asnjë rast i rëndësishëm nuk është përballur me drejtësinë. Institucionet e Kosovës kanë më se një dekadë në një kujdestari të fortë të ndërkombëtarëve. Gjithashtu, me duat të them, në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, ne kemi kërkuar nga përfaqësuesi i sekretarit përgjithshëm zoti Akeruk, që në mesin e musafirëve tërtohet edhe familja e cila është sinonim i lirisë Kosovës, familja Ashari, si duke zoti Akeruk. Mr. Levi, I think you should stay to the point on the agenda. Thank you. Kuvendi i Kosovës, megjithse nëpërmjet metodave të tërthorta, vazhdon edhe sot dhe kësaj dite të jetë në një lloj mbikëqyrje të ndërkombëtarëve, sa herë që aty duhet të merren vendime të rëndësishme. Secila qeveri e krijuar mbas lufte është përcjell me akuza për përfshirje në korrupsion dhe keqpërdorim pushteti. Politika kosovare dhe ajo ndërkombëtare thjesht janë përbashkuar në krijimin e një harmonie të interesave ekonomike, duke kënaqur kështu aktorët kryesor në politikë dhe duke heshtur çfarëdo opozite në fushën e ekonomisë. Mirpo, si u arrit heshtja e çfarëdo opozite në ekonomi, si ndodhi harmonizimi i interesave? Privatizimi i Ferronikelit u bë gjatë pushtetit të LDK-AK, kur PDK ishte në opozit dhe kishte një qeveri nën hije, fitues i tenderit që deklaruar kompania Alferon, edhe pse me një ofertë më të ulët financiare se sa kompania Adi Nikel. Pas rezervave që ka, Ferronikeli dhe mëstan është një qme mirë. Po neve nuk prejudikojmë vlerat e asnjë ndërmarrje, ajo është tregu i cili predikon dhe reagon, andaj është çështje e tregut si reagu. Neve jemi relativisht e kam fjalën të kënaqur që investitorët ndërkombëtar kanë vendosur për të ardhur dhe shifet që imixhi i Kosovës po përmirësohet. Në atë kohë, kompania Adi Nikel pa të filluar një procedurë gjyqësore kundër AKM-s për shkak të shkeljes së rregullave të tenderit, kurse PDK ishte zëshme në denoncimin, siç e quanin vetë zyrtarët të kësaj partie, tenderit më të korruptuar pas lufte. Po prej Kazakistanit, prej Kakaardh, ajo është largu, do të thotë pa të drejtë për ta faruar në vendin e vet. Dhe na e gjejmë strej këtu
dhe për ma tepër i krijojnë favoret një pasneshme për me mora me çdo kusht Feronikli. Atë botë ministrat e AK-s dhe LDK-s, Dugolli, Shatri e Ali Sadria kanë qenë antarë të bordit të AKM-s dhe patën përkrahur fuqishëm vendimin për shitjen e Feronikelit. Probleme politike, një promovim i tillë që ngjall shpresën e zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe të rajonit Drenicës në veçanti, është në të vërtetë një ditë e lumtur. Madje, disa muaj pas marrjes së vendimit më 17 nëntor, Bajrush Gjemali pat akuzuar kryeadministratorin e Kosovës Joakim Ryker se ka qenë i përfshirë në afera korruptive pasi pat mbështetur idenë që me çdo kusht Feronikeli t'i jepet kompanisë Alferonit, me gjithë ofertën më të vogël prej 16 milion eurosh që kishte ofruar kompania Adi Nikel. Cili është përfitimi personal i yti apo interesi personal në vërtet i kam thonë juaj? Mirë po kjo kritike PDK-s zgjati vetëm deri në shkurt të vitit 2007, kur udhëheqësi i opozitës, Hashim Thaçi, bëri një vizitë në Izrael, prej nga u kthye me një këshilltar. Nga kjo vizitë, PDK ndërroi qëndrimin në raport me Feronikelin. Kujtoj investitorët se investimi këtu në Feronikel është investimi me kapital numër 1 në Kosovë, prandaj urime për gëzimin e Drenicë, Kosovë të gjithë. Që nga ajo kohë, PDK heshti për privatizimin e Feronikelit dhe përfundimisht u pa se ai kaloi në anën e kundërt të asaj që përfaqësonte si opozit. Madje liderët e PDK-s në një moment patën përdorur edhe ndikimin e tyre për të qetësuar një protestë të punëtorëve të Feronikelit të filluar nga sindikata e punëtorëve. 2200 punëtorë jam llogarit të ardha personale. E tash jam i papunë. Si u bë në qershor të vitit 2008 kur punëtorët e Feronikelit u qunë në grevë dhe shkoj Hashim Thaçi atje dhe i qetësoj në çfarë kapaciteti. Ai ishte kryetari i sindikatës punëtorëve apo Pse PDK-ja ndryshoi qëndrim, zyrtarisht nuk dihet, por që privatizimi i Feronikelit mbetet shumë i dyshim. Ka jo pak njerëz që nuk e kanë ndryshuar fare qëndrimin. U bëm bashkë, pavarësisht kritikave të shumta, dhe nuk shkoi shumë gjatë dhe ministri i tregtisë, të cilin e akuzonin shumë, tashmë është në listë deputetëve të Partisë Demokratike. Mund të them me një fjali ka qenë befasues edhe për mua, sepse kam qenë vetë në mediume publike, në rrytëke dhe debate tjera, kur me zotin Bajrushin kemi debatuar rreth kësaj çështje dhe ata kanë qenë shumë kategorik dhe ndryshimi i mendjes për një hershme edhe për mua ka qenë befasues. Publikisht në vitin 2007, pronarët e firmës Adi Nikel, njëri nga konkurrentët për të blerë Feronikelin, thanë se 3 zyrtarë të lartë, Joakim Ryker, Bajram Kusumi dhe Bujar Dugolli, u kanë kërkuar 3 milion euro për t'ju dhënë Feronikelin. Sipas zyrtarëve të kësaj kompanie, edhe pse Adi Nikel kishte ofruar ofertë më të madhe për 16 milion euro, Feronikeli ju dha kompanisë Alferon për vetëm 33 milion euro. Gjitha ato shënimet e cilat i kishin tregonin se tenderi për privatizimin e Feronikelit duhet ritenderohej, sepse dëmtohej interesi i Kosovës. Nëse një shkritore apo një ndërmarrje bën kaq xhira dhe shet rreth 165 milion në kushtet çfarë kanë qenë në apartheid, domthonë ku ndërmarrjet megjithatë kanë pas kufizimit e tyre dhe ti ta shitsh për sa ishte vlera 38 milion e 76 milion dollar, nuk është mençuri ekonomike. Por megjithatë edhe Rykeri, edhe AKM-ja, por edhe qeveria atëhershme insistonin që ajo me çdo kusht të privatizojë, madje arsetonin me atë se me privatizimin e Feronikelit Drenica do të luzoj. Këtë bon veç për një çështje, për përfitime personale dikujt.
Tenderi për telefoninë e dytë mobile që udhëhequr nga Autoriteti Rregullativ i Telekomunikacionit. Ky tender në vitin 2004 u anulua nga shefi i Unmikut, Soren Jessen Petersen, për shkak të dyshimeve për korrupsion. Në këtë tender fituesi i licencës është shpallur konsorciumi i formuar nga kompania Dugagjini, por kishte ngelur jashtë një konsorcium pjesa e të cilit ishte Mobiteli Sloven dhe Allbright Group, gjithsesi kompania IPCO. 3 vite më vonë, në verën e vitit 2007, ky tender u rishpall pak a shumë nga e njëjta udhëheqje e ART-s dhe sërish fitues u shpall kompania Dugagjini. Si që shihet, më 2007 ka ndodhur të gjitha shkeljet që ka ndodhur më 2004 plus edhe 4, 5 apo 6 shkelje tjera. Pse atëherë më 2004 për më pak shkelje u anulua tenderi, kurse më 2007 jo? A thua thjesht përfshirja e Allbright Group, e cila njihej se kishte lobues të rëndësishëm në media dhe shoqëri civile, bëri që tenderi përfundimisht të fitohej nga IPCO. ART-ja ka konfirmuar se konsorciumi i Kosmocell, që fillimisht ishte shpallur fitues, nuk e ka kryer pagesën që ishte parapartë të bëhet deri në orën 17. Njoftimi për media, siç thuhet, lëshohet pas takimit të mbajtur sot në mes kryetarit të bordit të ART-s dhe ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Mirëpo, këshilltari i lartë politik i ministrit të ekonomisë dhe financave Dardan Stublla ka bërë të ditur se nuk janë të informuar për një vendim të këtillë. Nuk ju ka mjaftu koha, nuk kanë mujt me përfundu anën administrative të bartjes në sume tillë të holla, e cili nuk është shpjegimi mjaftueshëm për neve se qysh më parë është ditë afati për dishtil. Përfundimisht, disa javë më vonë, konsorciumi i themeluar nga Dugagjini e Kremllukës, Kosmocell, tërhiqet për t'ia lënë licencën konsorciumit të dytë të përbër nga Mobiteli Sloven, Allbright Group dhe Faktor Banka Slovene. Por shkak të tërheqjes, Kosmocell duhej paguar 20% të ofertës, do të thot 16.200.000 euro për buxhetin e Kosovës. Për mos pagesë të shumës së premtuar, sipas rregullave të pakos tenderuese, Kosmocell do ta humbë garancinë bankare në vlerë prej 16.2 milion eurosh. ART dhe tërë zinxhiri institucional i involvuar në këtë rast kanë dështuar të inkasojnë 16.200.000 euro për buxhetin e Kosovës. Garancioni bankar nuk u pagua as në kohën e qeverisjes LDK-AK, as në kohën e qeverisjes PDK-LDK, e as sot kur në pushtet është koalicioni PDK-AKR. Këtu u pa se harmonizimi i interesave ekonomike tashmë ishte arritur. Garancioni bankar hap kutinë e Pandorës aty. Sepse nëse dokumentacioni nuk ka qenë në rregull, atëherë nëse për çfarë do arsye konkurruesit nuk i kanë plotësuar kriteret, atëherë është dashur të anulohet ai tender, dhe sepse kemi të bëjmë me një tender madhor. Domethënë, këtu është esenca. Projekti Kosova C apo Kosova e Re është një projekt për ndërtimin e termocentraleve të reja që ka ekzistuar në periudha të ndryshme të qeverisjes së të gjitha partive politike. Ndërhyrje të shumta të cilët kanë ardhur nga këshilltarët, po edhe nga institucionet tjera ndërkombëtare, dhe mos pajtimet e konceptit të Ministrisë së Energjisë me këshilltarët e transaksionit, ka sjellë që projekti termocentrali Kosova Re të psoj ndryshime të shumta në kuadër të periudhës 3 vjeçare. Kështu që koncepti si koncept kur s'ka mujt mu dizajnu dhe me pas një orientim të zhvillimit ekonomik. Ky projekt po përgatitej në ndërkohë që qeveria e Kosovës nuk kishte një strategji për sektorin e energjisë. Kjo strategji u krijua nga të ashtu quajturit këshilltar të transaksionit, të cilët madje sipas zyrtarëve të kuvendit dhe qeverisë
përdorën presione për ta kaluar këtë dokument në Kuvendin e Kosovës, edhe pse, si i tillë, ishte refuzuar nga shumica e deputetëve dhe nga një pjesë e shoqërisë civile. Ndërkohë, ishte aprovu edhe strategjia e energjisë Republikës Kosovës 2008-2009 nga qeveria, mirë po me presione vjen deri te ndryshimi në Kuvendin e Kosovës me 1/4/2010. Strategjia parashet që Kosova bë praktikisht u përfshi nga qeveria si pjesë e projektit Kosova e Re, kurse Qymyri u rezervua për operatorin e ardhshëm. Kjo i bie që sektori i energjisë do i kalojë në duar një kompanie të huaj, e cila pastaj do të krijojë monopol në këtë fushë. Ky monopol privat praktikisht është kundër ligjor, pasi që shkel marrëveshjen ndërkombëtare për energji të arritur në Selanik, të cilën Kosova e ka nënshkruar. Shqiptarët e transakcionit për me mshu vulën fund thonë kështu. 1. E shqitëm Kosovën be mrenda, është një operator. 2. Thamë që 25 vjetë s'kini me ble për kërkujt vetëm për këti, po thot, përsëri operatori donë edhe një garancion, i cili është e garancion? Garancioni është se qeveria Kosovës merë obligim, dhe kontratën e kanë propozu të është këshilltarët e transakcionit, merë obligim që nëse s'paguin Kosovartë për këtë çmimin e ri, pagun qeveria. Dhe banka botnore për mi, thot, jo, që unë edhe një garancion për mi po e japim. Nëse s'pagun qeveria, ne paguim me kredina apo me grante që do t'i japim kësaj. 4-cipërisht e kemi kriju, e kemi forcu monopolin me një vendim të Kuvendit vitin e kaluar. Korporatat ndërkombëtare kishin kohë që po përgatiteshin të ndikonin vendimarrjen në Kosovë për të marrë këtë projekt që për llogaritë të ketë potencial prej miliarda dollarësh. Në të vërtetë, disa grupe ndërkombëtare konsulence po rinxirrin kokën në secilin projekt të rëndësishëm për Kosovën. Edhe në projektin Kosova e Re, si në operatorin e dytë të telefonisë mobile, na shfaqet Albright Group si një pjesëmarrëse e konsorciumit kësaj radhe me kompaninë ÇEZ, e pranishme në rajon në sektorin e energjisë. Jam takuar me ÇEZ-in, i cila ka qenë Albright Group, një grup shumë e fuqishme e energjetikës. ÇEZ është njëra nga kompanitë më të fuqishme. Mirë po, Qeku kishte të punësuar ish sekretarin e Ministrisë së tij si përfaqësues të ÇEZ-it, e cila ishte vetmja kompani që nuk u tërhoq nga procesi deri në ndryshimin e projektit që ndodhi pas ardhes së PDK-s në pushtet. Përderisa PDK-ja kishte të punësuar në këtë kompani ish kryeministrin e Kosovës dhe ministrin aktual të brendshëm Bajram Rexhepi. Sido që t'jetë, Kosova, edhe pse e pasur me linjit që rezervat e saja konsiderohen shumë të mëdha, edhe sot e kësaj dite shpenzon miliona euro në blerjen e energjisë elektrike. Prap presionet, unë me qëllim po e ceki, se nëse, jo vetëm sektori i energjisë, jo vetëm ky projekt, po nëse të gjitha projektet zhvillimore, strategjike në Kosovë bëhen me presione dhe me ndërhyrje të shumta të këshilltarëve, sikurse që është projekti energjetik në Kosovë, nuk ka perspektivë të zhvillimit ekonomik. Përderisa qeveria investon rreth 1 miliard euro në të ashtu quajturën rrugë e kombit, asnjë qeveri deri më tani nuk e ka marrë në konsiderat që të investoj fonde publike për kapacitetet të reja energjetike, duke përqafuar pa diskutim qëndrimin e këshilltarëve ndërkombëtar se sektori i energjisë duhet t'i kalohet korporatave të huaja. Në kryeministër merr fjalën. Vazhdojmë, ne kemi hyrë në zoti kryeministër e ka fjalën. Mos u nxjeni. Jo, s'kam.
Votojmë për mocionin. Mocioni është për të ashtu këtë pikë të rani ditës për një seans tjetër. Nuk ka nevoj me... Urno së qarim, për nuk ka nevoj. Dhe, Zoti Kryeministër, unë, me gjithë respektin, po e thëmë qëndrimin e grupit dhe Gjavit Haliti e udheq këtë seans. Nëse se udheq Gjaviti, sepse po reagoni. Pas një kohë të gjatë të mohimit të ekzistimit të korrupsionit në kompanit publike dhe posaçërisht në PTK, qeveria e Kosovës ndërtoi strategjinë për privatizimin e PTK-s nën arsyetimin se kjo kompani po dëmtohet nga korrupsioni dhe keq menaxhimi. Të ashtu quajturit këshilltar të transaksionit kishin fjalën vendimtare edhe në këtë dokument të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës. Disa kompani konsulente janë angazhuar nga ish-ministri Shala për të përgatitur PTK-n për privatizim dhe ajo që u prodhua në fund ishte një dokument që u quaj Strategjia për privatizimin e PTK-s, që ishte dokument tërësisht i papranueshëm për Kuvendin e Kosovës. Dhe qëndrimi i grupit parlamentar të LDK-s është që ky proces tjetë i analizuar mirë, tjetë transparent dhe që të shtyhet. Faleminderit. Prandaj ne si grup nuk e përkrahim këtë strategji sepse është në dëm të qytetarëve të Kosovës dhe është në dëm të interesit të Kosovës. Faleminderit. Ky proces po shihet që ka filluar mbrapsht, prandaj edhe përfundimin do ta ketë mbrapsht, për fat keq. Prandaj kërkojmë nga deputetët që të mos përkrahet një strategji e tillë. Parlamentarna grupa SEM Plus që podržati proces privatizacije. Parlamentarna grupa SLS smatra da treba odlagati ovo pitanje. Tendenca për shtyrje të privatizimit është qëndrim kundër privatizimit në të njëjtën kohë. Kur kuptoi se ky dokument nuk do të ketë përkrahjen e Kuvendit, kryeministri Thaçi mori një rol udhëheqës të parlamentit. Në rast të ndonjë opinioni tjetër, ne të zgjedhurit e qytetarëve të Kosovës mund të rrezikojmë largimin e investitorëve të cilët kanë shprehur interes. Pikërisht për çështjen që sot ne po e diskutojmë, fqinji ynë Serbia është duke tentuar që të pengoj këtë proces, duke lobuar që të largojnë nga Kosova investitorët interesuar në privatizimin e PTK-s. Për të marrë një orientim tjetër, që nuk është në përputhshmëri me strategjinë, ne mund të rrezikojmë edhe realizimin e programit me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ajo që ndodhi në këtë seancë ishte një nga momentet më shpjeguese për të ashtu quajturën demokraci të re në Kosovë. Kuvendi po e refuzonte strategjinë për PTK-n me bojkotimin e seancës, kurse kryeparlamentari Krasniqi me të kthyer nga një takim me ambasadorin amerikan Dell dhe pas një presioni direkt nga kryeministri Thaçi e hodhi në votim këtë dokument edhe pse në sallë nuk ishte kuorumi i duhur. Dërsa shtyrje nuk do të ketë votim. Tash votojmë për. Kush është për strategjinë e ofruar nga qeveria? Regjia, votojmë tash. Ju thëmë shumë sinqerisht, në hallën e Kuvendit atë ditë është lobu tmerrsisht për kalimin e strategjisë të privatizimit. Dhe është po, dite që prapse prapën, deputet kam pas një vetë dijet plot, çka po don me ndodh me projektin e privatizimit PTK-s, dhe ju e po që me 50 vota i kaloj, dhe ke shkelje e demokracisë me 2 kond brenda Kuvendit, Kosovës organit më të lartë shtetit. Megjithatë Krasniqi refuzoi ta nënshkruante këtë strategji për PTK-n, duke e konsideruar se nuk ka marrë votën e parlamentit. Kjo nuk e pengoi qeverinë që në projekt ligjin për buxhetin ta fusë një 300 milionësh si një fond që do vije nga privatizimi i PTK-s, edhe pse Kuvendi nuk kishte aprovuar privatizimin e kësaj kompanie. Qeveria e Kosovës që ka ndërmarrë
Me yrësh kështu punën e privatizimit nuk shpjegohet kurrë se ndryshe përpas që ka bën ai premtim për me ashit dikuj. Kujti është premtuar PTK-ja akoma nuk dihet. Ajo që dim tashmë është fakti se Tibor Kartik nga Telcoag, kompani konsulente e cila ka pranuar se ka punuar për Telekom Austrian më 2007, këshillon sot qeverinë për privatizimin e PTK-s. Në anën tjetër, Telekom Austria më 2007 pat krijuar një rast në dhomën e veçantë të Gjykatës Supreme për shkak të shkeljeve në tenderin për operatorin e dytë të telefonisë mobile. Kjo kompani për tërë këtë kohë dhe sot është një nga 2 kompanitë e kualifikuara për privatizimin e PTK-s. E tërë ndërmarrja ekonomike e qeverisë në 4 vitet e fundit është përkufizuar në masa që do të mbulojnë kontratën e nënshkruar me kompaninë amerikano-turke Bektelenka. Të hyrat nga shitja e kompanisë më fitimprurëse operatori Mobil Vala, por edhe sektori i energjisë e sektore tjera, thjesht do të shërbejnë për të mbuluar vrimën e shkaktuar nga kontrata për ndërtimin e autostradës Rruga e Kombit. Alternativa më e mirë, sipas mendimit tim, është me qenë mos lidhja e privatizimit të PTK-s me nevojat financiare të Kosovës që ndin prej autostradës. Mos harrojmë, ne po privatizojmë PTK-n sepse na kanë probleme me autostradë. Kjo kontratë, që është investimi më i madh publik i bërë ndonjëherë, nuk ka kaluar për miratim në Kuvendin e Kosovës dhe është përcjell me thyerje të ligjeve në fuqi, siç ishte ai për vlerësimin strategjik mjedisor. Për një kohë të gjatë, askush nuk dinte se çfarë ka nënshkruar qeveria me kompaninë Bektelenka, përveç se dihej se ky projekt parashet ndërtimin e një rruge që u quajt Rruga e Kombit. It's not correct. It was a normal transaction. Whether all the contracts are always made available for public scrutiny, I don't know. But you're trying to imply that there's something hidden like this, and there's nothing hidden about it. The costs. How do we know? Why isn't it open then? We don't know who Bektelenka gives the contracts to. Go ask your legal people that question. Yet I can't answer why contracts are shared or not shared in Kosovo. I'm not a Kosovar lawyer. But would you, out of principle, would you say that it should be transparent, it should be open? I have no problem with the way the transaction was conducted. I think it was transparent and fair. It was the most transparent process we've seen in Kosovo so far. Yeah, I mean, it's publicly available from the government anyway. Which one? How much? The total cost of this project is going to be around 650 million euros. Kjo kontratë u bë publike vetëm pasi që i ra në dorë vetëvendosjes. Shumë shpejt pas një aksioni spektakular në Ministrinë e Transporteve, që ishin të fokusuar në hetimet në rastin Limaj, ndodhi nënshkrimi i kontratës për autostradën dhe asaj për dhënien me koncesion të aeroportit. Përderisa EULEX-i po nxirrte informacione mbi aksionet e saj në Ministrinë e Limajt, ky i fundit u shfaq në 2 raste në ceremoni të nënshkrimit të kontratave të rëndësishme bashkë me ambasadorin Dell. Ky është një projekt i madh me të gjitha standardet, por kjo është edhe një demonstrim i qeverisë së Kosovës se është shtet i ri, por me institucione të forta. Ky proces ka kaluar në transparencë të plotë dhe të lehtëshëm. Sipas përfaqësuesve të vetëvendosjes, në kontratë është specifikuar në mënyrë fikse çmimi prej 659 milion e 813.400 euro e 39 cent. Por ndërkohë, në brendi të kontratës nuk përfshihet asnjë çmim fiks. Këtu janë vërejt probleme shumë serioze dhe thuhet kontrata e Bektelenkës është tepër e pafavorshme për qeverinë e Kosovës. Kompania Eversheds, që ishte angazhuar pikërisht nga qeveria e Kosovës për të ofruar këshillat e saj për kontratën, i kishte rekomanduar qeverisë mos nënshkrimin e kontratës me Bektelin, pasi që sipas saj është shumë e pafavorshme për vendin. Edhe pse në vazhdimsi qeveria zyrtarisht ka insistuar që kontrata me Bektelin është diku rreth 700 milion euro, një dokument zyrtar që Ministria e Financave e udhëhequr nga Ahmet Shala
ja ka dërguar Komisionit Evropian, thot se projektin e tërësi do të kushtoj mbi 1 miliard euro. Kjo kontrat praktikisht është bërë për qeverin një kafshat që vështirë ka përdijet, edhepse të gjitha resurset ekonomike të vendit janë vënë në shërbim të ndërtimit të autostradës. Që nga vendosja e Kosovës në administrim ndërkombëtar, gjithsesi unë mikut, objektivi kryesor dhe më i rëndësishëm ishte stabiliteti politik. Ky stabilitet politik kërkohej të arrijej me çdo kusht, madje edhe me kushtin e mbylljes së syve përballë korrupsionit dhe përzierjes së politikës në krimin e organizuar. We were ready to act on some very serious cases of corruption, and it is a fact, regrettable, that when you are ready to act, there is a lot of interference. From who? Internationally, and I wouldn't call it interference nationally, but obstacles? Obstacles and not being helpful. Several countries. Which one? That I'm not. I think you'll have to respect that, and you just have to believe me. But I would get calls from countries who were aware that we were in the process of moving forward on something, expressing serious concern. What I would always hear, that if we did so and so, act, and I underline act, it would be a threat to stability. I don't think it is. I think it is a threat to stability if you do not act. Duke qenë se korrupsioni tolerohej, aktorët ndërkombëtar në Kosovë kërkonin nga politikanët vendor një lojalitet dhe bashkëpunim në arritjen e objektivave të tyre në Kosovë. Kështu proceset shumë të komplikuara bashkësia ndërkombëtare i kaloi me një lehtësi. Kjo vlente në negociimin dhe kompromiset rreth statusit, por kjo vlente dhe vazhdon të vlej edhe në procesin e privatizimit të aseteve publike dhe përgjithsisht të qasjes në ekonomi. Edhe pse kanë kaluar 12 vjet pas lufte, korrupsioni dhe krimi organizuar konsiderohet të kenë prekur majat e qeverisë. Definitivisht po, them që korrupsioni në Kosovë është i përfshirë mos shqetësuese. Në institucionet më të larta dhe niveli më i lartë i trajtuar në agjenci, në qeveri vjen deri në nivelin ministror, kurse tek pushteti lokal deri te kryetari komunash, edhe në ndërmarrje publike deri te drejtori të këtyre ndërmarrjeve publike. Organizata ndërkombëtare Transparency International në vitin 2010 e vendosi Kosovën në vendin e 110 për sa i përket nivelit të korrupsionit. Ky rangim e rendit Kosovën si të barabartë me vende si Kazakistani, Bolivia, Venezuela apo edhe Irani. Kosova vazhdon të jetë vendi më i varfër në rajon dhe në Evropë. 45% e popullsisë së saj jetojnë në varfëri, përderisa rreth 17% jetojnë në varfëri ekstreme. Përkthyer ndryshe, kjo i bie që çdo i dyti kosovar jeton në varfëri me vetëm €1.42 në ditë, derisa çdo i pesti, 6 jeton në varfëri ekstreme, apo rreth 400.000 njerëz jetojnë me 93 cent në ditë. Po ashtu Kosova është vendi me papunësinë më të lartë në Evropë dhe në rajon rreth 50% e popullatës aktive për punë është e papunësuar, e që i bie që çdo i dyti kosovar i aftë për punë është i papunë, përderisa rreth 70% e popullatës aktive për punë deri në moshën 25 vjet është e papunë. Generator e të keqa si prodhimit elemente korruptive është fusha e tenderimit. Clearly, the European Commission has pointed out that public procurement in Kosovo is not done in accordance with EU rules and practices in terms of good governance. Një ulëmtim i gazetës Reporter ka treguar se si miliona euro para të buxhetit të vendit përmes tenderëve publik kanë shkuar në adresë të kompanive ndërtuese të cilat kanë financuar fushatën e PDK-s
për zgjedhjet lokale të vitit 2009. Një shumë afër 40 milion euro u është dhënë 8 kompanive ndërtimore, drejtuesit e të cilave kishin financuar fushatën e PDK-s. Po ashtu, media tjera kanë raportuar se si para të buxhetit të vendit u kanë shkuar kompanive që janë të afërta me zyrtar të lartë politik. Megjithëse misioni e Euleksit, pas kritikave të vazhdueshme për mos efektivitet në fushën e sundimit të ligjit, ndërmori disa aksione bastisje nëpër institucione publike, e vërteta është se sot nuk kemi asnjë rast të vetëm me të cilin mund të mburrej Kosova për luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, dhe këtu ka një dështim të përbashkët kosovaro ndërkombëtar. Po e luftë po bëhet më komplekse kur përfshijmë që po përfshin shumë persona, shumë interesa, edhe lufta kundër korrupsionit po bëhet edhe më e vështirë. Domthonë është një zinxhir personash të cilët domosdo kryhen ose kyqen për të kryer një veprim korruptiv. Edhe pse mund të them që korrupsioni ose pasurimi i tyre nuk shkon me letra, nuk shkon me transakcione, nuk shkon mes xhirollogarive, por është qarkullimi i keshit. Në Kosovën e pavarur, ngjashëm si në epokën e UNMIK-ut, vazhdon të ekzistojë rrethi vicioz i financimit të fshehtë të politikës që mundsohet nga ligjet e dobëta dhe nga gjyqësori kontrolluar nga politika. Në anën tjetër, mundësia e ndikimit të Bashkisë Evropiane në reforma substanciale është i kufizuar për shkak të faktit se nga po ky leadership varet suksesi i misionit të parë ndërkombëtar i BE-s, negociatave Kosovë-Serbi. E tëra kjo je pak shpresë se gjërat në Kosovë do të ndryshojnë së shpejti.